Monika Kremave na vjen me një deklarat që do na çuditse. Pse më do na çuditse? Po të nuk është personi i duhur, mendoj unë. Thua ti se Sa unë? Po unë më gabuar, më sigurisht më gabim. Fuqitë e Monika Kremave. Atëherë, Monika është shprehur se ka disa projekte që është duke u marrë me to, në ndër të cilat është kinematografia. Monika Kremave është duke u bërë pjesë në filmi. Bravo, Monika. Unë mendoj se Monika ka shumë për të treguar në film, ose Bora. Për shembull, nëse kjo do tregonte detajet ronditëse nga jeta e saj, si arritja aty ku ishte. Nuk është një film autobiografik. Si ka kaluar po mirë. Nuk besoj se është. Regjizori nuk do të bëjë kështu, regjizori do të gjejë historinë dhe do e ndërtojë sipas mënyrës së vet për të përcjellë një mesazh te publiku. Ne nuk e dim se çfarë roli ka Monika, ka rol kryesor, protagoniste. Se ne shkush. Do të shkoj. Ja, dhe ishte bukur të kishte një skenë me çizme, kështu duke hedhur çizme. Çiften, bravo. Çizme. Jo çifte? Çizme. Po mirë. Po dori me çifte, do vesh me çizme. Pastaj kemi frikë, se varet si e përdor. Po, jo, ato janë manovër gjitha, nuk janë prej vërtet. Nëse Monika mbetet një femër, sidomos edhe pas hyrjes së ish presidentit në burg, Monika u bë kështu meme virale, duke e mbrojtur njërin, duke sharë. Duke që e futi vetëm. Këdo. Nuk e di, unë për vetë e çudita, mund të prisja shumë gjëra nga Monika Kremave, por ta shikoj atë në një film nuk e prisja, jam shumë kurioze të di ku do dali filmi dhe do e shoh me shumë kuriozitet. Motherfucker, ku do ashtu? E shprej Monikës. Çizme më tha shprehjen. Se ti je kështu për showbiz je, ëmbël je në atë profilin tënd. Unë jam një qikë me mirë filë, më lejohet. Një rrëm suksese. Monikës. Nuk them që do shkëlqej, por shpresoj që nuk është informacion që ajo e ka thënë kështu se edhe sigur ka lujt i qikë nga mend. Ja, unë besoj se do bëj vërtet filmin. Unë besoj se do bëj vërtet, nuk do thonte nëse s'do bënte. Por presim nga një film na duan kohë që të bëhen. Jemi rregull. Në thëndë e kisha vëmendjen. Përderisa e kisha unë vëmendjen, besoj edhe shumë shqiptarë të tjerë kam patur. Ka që shpresojmë ta shohim film se jo, dhe unë kam besim që do dali mirë.